Qyteti i Shkodrës është qytet artë. Siç thonë për Napoli, komedia dell'arte, mund të them që edhe në Shkodër është komedia dell'arte. Sepse edhe në situata tepër të vështira, ato do gjejnë mundësinë që t'i trajtojnë gjërat në mënyrë artistike. Jeta ime artistike ka qenë gjithmonë në kërkim, nuk ka qenë e rastësishme. Sigurisht Shkodra është në zemrën time dhe është frymëzim sepse unë aty fillova këngën, baletin, gjimnastikën, mësoj mjeshtrinë e aktorit, që pastaj më dhanë gjitha ato role tjera. E kam fillu në shkollën në Cmazi, u përzgjolla nga udhëheqja në fillim në kor, pastaj soliste. Ishte një periudhë e jashtëzakonshme e grupeve artistike amatore. Takimi i parë bësh gjithmonë në Pranverë, me shkolla të ndryshme, 7 vjeçare ishte atëherë. Edhe kisha një këngë, Qingji i vogël, Leonard Dedës. Edhe sot e gjithë ditën e kujtoj, domethënë, dhe fitova çmimin e parë. Te një kru delja e shkret, tu i blegru edhe tu i vet, e tjera. Pastaj nga shkolla na çonin në shtëpinë e Pionerit. Aty përsëri një personalitet artistik si që ishte Tonin Arapi, dhe në një takim që do bësh takimi i parë i pionerëve në Tiranë, ne kishim pjesë muzikore, pralla mësimi pyllit. Kam qenë 10 vjeçe. Edhe këtu fitum çmimin e parë, dhe unë fitova diplomë përsëri. Kisha Lejlekun, si jam i Zotin fluturim me kërku ushqimin tim. Ja, e shikon që sa të fiksohet fëminia, nuk ka. Është qyteti që i ka marrë kënaqësi, ka marrë dhimbje, kam qesh, kam qarë, dhe me thanë, nuk të zëvendëson asnjë gjë tjetër. Që faktikisht unë kam lind në Tiranë, baba im ka qenë oficer karriere. Me ndrimin e sistemit, pati pasojat dhe kështu filloi pasaj një kalvar i gjithi. Ne shkum të gjyshin në Shkodër, sepse aty ishte gjyshi nga mama. Unë gjyshën time bile e kam pas italian. Këndonin, tizja ime, daja im këndonte jashtëzakonisht bukur. Mama ime këndonte, domethënë xhaxha i mamës është ndër aktorët e parë, ka qenë fotograf në këtë shoqërinë Bashkimi, ishte aktor. Se teatri Shkodër ka filluar. Me fjalë ka qenë hap mas hapi që duke u zbuluar nga këtej në shtëpinë e kulturës. Këtu ishte Preng Jakova, udhëheqës artistik. Imagjinoj me çfarë njerëz, është edhe shans domethënë ndonjëherë. Këtu në shtëpinë e kulturës unë jam marrë me kurset e baletit. Ne ishim 2 motra në fakt, se vllai ka lind më vonë. Edhe ishim shumë afër njëra tjetrës, edhe gjithmonë shkonim bashkë në aktivitete. Mandej nga shtëpia e kulturës në gjimnaz, kam marrë pjesë në operën e parë Mërika, Preng Jakovës. Pastaj në gjimnaz merresha me gjimnastikë. Kam marrë pjesë një herë në kampionatin e gjimnastikës, edhe një herë në Spartakiadën e shkollave. Në vitin e dytë gjimnaz masi kisha marru, inaugurosh teatri Migjeni. U formua edhe grupi i estradës profesionistë. Aty unë kisha një parodi, kërceja dhe këndoja, domethënë edhe sa kam qenë 15 vjeçe, kur e gjykoj tash dhe perceptoj, them si kam përballuar gjithë këto, domethënë, ambientet ndryshme, moshat ndryshme, kulturat ndryshme. Mund të them që edukata e familjes, domethënë kam qenë tip i përmbajtur, i edukuar, që se edhe më kanë dashur, edhe më kanë mbështetur, më kanë dhënë shtytje. Edhe talenti, edhe një intuit. Mund të themi zgjuarësi, po s'dua të mburrem, po mund të jetë edhe kjo domethënë. Kështu që nga teatri Migjeni, aty unë bëra erdhën këto të filmit. Me sy bëhini, si hini epsheve të djegun atë gjellesës, me buzë të holla, të kuqe, me la dërvon kujtimin e ftofët të kalesës. Impakti i parë me kamerën ka qenë Te Murgesha, një dokumentar për Migjenin, ku ishte Gzim Erabara, ishte regjisor, dhe Viktor Gjika, sa po ardhur nuk ishte shumë kohë nga studimet, ishte operator. Edhe
u hap një dritare. Unë them drejtën, ishte një magji, domethënë që më doli ajo kamera dhe sot kur i shoh këto kamerat më krijojnë emocion. Gjithmonë më kanë kriju, sepse edhe Dimitri fillimet e tija ka qenë operator. Çak, edhe fillo xhirimi, edhe do t'i japish më të mirën. Aty ka qenë, si thush, jo në loje imja. Ka qenë vetja ime në ato rrethana. Mas kësaj erdha në festival, aty si thush u zbuloha dhe Enri Keko merr më bërë një poezi të Lazar Siliqit, kishte një film dokumentar ai, për herë të dytë. Vrapojmë me hymes kësaj valje, përpjekjesh, ëndrash, ngjyrash, fytyrash, që të flasin për ringjallje. Jo çdo e keq që vjen për damtu, Tinka ishte largu me filmin, kështu që ishte një pjesë ku Nora Norijes e Koljakovës, edhe ma dha mu rolin kryesor. Dhe kjo dram më dha mu një spunto tek publiku i Shkodrës. Pastaj merren role mas rolesh. Dhe unë isha, tashti, si thush, edhe punoja dhe studioja njëkohësisht, edhe u bëra aktore profesioniste, me atë trup të shkëlqyer, me ato njerëz të kulturuar, me ato njerëz që më kanë dashur, mu nuk më thjeshin roza, coci. Ma kishte vu një estrades Big Pepa dhe gjithë më thjeshin coc. Ndoshta ishte edhe natyra ime, që unë sa e përmajtur isha në jetë, aq shpërthyese isha në skenë. Te Nora Kelmenit, ajo pastaj ishte një rol vërtet kompleks dhe shumë i bukur, edhe kështu që kjo më ndihmoi shumë si aktore që të përvetsoja edhe në takimin e dytë teatrove profesioniste, aty unë fitova në çmimet më të mira të grave dhe si thush ishte një zbulim, një aktore e re, sa po dalë, se akoma nuk ishte dalë grupi parë i Institutit të Arteve. Thuje, çka kanë? Mu me mësuse në një shkollë fshat. Edhe gëzosha, edhe çuditesha kur më takonin rrugë, më jepshin komplimenta gazetare, kështu. Kam pas ndoshta edhe ky regjizori Andres Kanjeti ka qenë një regjizor i jashtëzakonshëm, domethënë një njeri i kulturuar, edhe ky më thoshte që e pa që unë dola edhe me një sukses shumë të madh, ai shumë i kënaqur, edhe ky më thoshte një fjalë që unë nuk e kam harruar gjithë jetën. Mos të hy vetja në qef. Dhe të them drejtën, unë e kam qenë gjithmonë punën time si një mision, si një gjë që çdo njeri në profesionin e vet bën më të mirën, edhe unë kjo më bëri që të filloj të eksploroj. Jeta ime artistike është shumë e gjatë dhe ka jashtëzakonisht ngjarje të bukura, të trishta, për shembull, më kthy nga liceu artistik për punë biografie, me qenë që baba im kishte qenë oficer karriere, siç dihet në atë kohë, domethënë, megjithatë unë e mora destinon time. Mirë, për fatin tim, filmi sapo kishte fillu, ishin bërë një 3 filma, unë thushe, dhe kërkohesh, dhe unë pata shansin që isha portreti fresket, se kuptohet që filmi në fillimet e veta, aktorët e teatrit e bënin, po unë nuk isha marrë ato, ose ndoshta ajo karakteri natyrshmëria ime si natyrë, brëndësia, emocioni, portreti, gjithë këto i dhanë ndimes shkumjes time në karrierën e filmit. Kujtova se këto dy ditë do t'i kalonin bashkë, kurse ti mramike nuk di se ku dhe sot më letë pres një gjysmore. Më vunën marak, kisha frikë se mos ishe i smu. Ishe i zanë. Për para nuk e qenë asnjëherë i zanë kur doje të takoheshe me me. Aty pastaj ishte një gjë tjetër, sepse atje doje interpretoshe me aktor të famshëm teatri. Unë takova për herë të parë, jo në skenë, se kisha pa te Lokja Toka Jon, Marie Logorojecin, po në filmin e tyre posaçme ne rishim një dhomë dhe ishte një ëndër, domethënë unë i kisha filmi është një ëndër, siç thonë ëndra në beze, një farë mënyrë, për çdo njeri imagjinon të jep mundësinë, si thosh të. Dhe ky kombinim ishte një fantastik, se më bëri përgatitjen në teatr, mjeshtrin, edhe pastaj unë isha e çliruar. Thuj vërtetën atje, pse u bënove sot? Kjo s'ka të bëj me ne dy. Po me ke?
Kuptohet që në fillimet e mia, bazohesha Krista Gjdamo është një personalitet artistik, me thënë të drejtën. Kam ndier një respekt për postë që isha 17 vjeçe, një komunikim jashtëzakonisht i mirë. Ma lehtësoi atë pjesëmarrjen time në rolin e parë, domethënë. Vasil! Diversantët! Kafe? Diversantët! Që kam ndjekur Shokunën kolonel! Loke! Menoja se nuk do të gjinesh fuqin bot që të nëndë. Ma plagosi zemë. Në qofë se më dë një plam, unë të dur një pas. Repertori im ishte tepër i ngarkuar në teatr. Edhe kisha një mbushje emocionale të jashtëzakonshme. Bile unë një herë nuk desha me shku në kinoprovë, po më detyruan të shkoj në kinoprovë. Me shpije ka të ndi jeta ka me qenë kam. Ta man ashtu si që tonë të iseni shkret. Unë isha për rolin e Files. Kjo nuk ishe e panjohur, se në teatr Filja ishe interpretu, dhe në Shkodër, në mënyrë fantastike nga Tinka Kurti, kështu që kisha edhe emocion. Mirë po, edhe unë gjeta atë drenushën time. Filmi t'jep këtë mundësi që të zbulosh vazhdimisht në shpirtin njerëzor, po të zbulosh edhe vendin tënd, sepse vendet e filmit janë natyral. Nuk është si në teatr që ke një bezë, një skenë, një dekor. Për shembull, çdo kostum që te Filja i kisha gjitha kostumet të përdorura, po origjinale. Dhe ajo t'i ndihmon shumë. Plus që gjirum në fshat dhe kjo në animoj shumë edhe për ecjen, edhe për plastiken, edhe për edhe sinceritetin. Në film do sinceritet. Duhet ta përjetosh brenda. Që dali ai, syri, i vërtet, sepse kamerat vjen këtu. Largo vatë se po na shohi. Ani, asje nusja ime. Pas ke pi? Rakia është i latë që mendimet si të që t'jen t'ilane t'i ban lule. Ai film është shumë i rëndësishëm. Më kujtohet si tash ti, domethënë, kisha kameran përpara, një person aty njoha Dimitrin. Nuk e di, domethënë, ajo mençuria, ajo magjia, Dimitri rinte në kamerë, po s'në rynte kur ai, po më bënte ndonjëherë me sheh. Nuk e ke për mirë me film. Kam pas fatin të kem krah një personalitet, një njeri me vizion, njeri që më kam shtetur jashtëzakonisht, e kam pas profesorin, domethënë, dhe ato mangësi që pastaj më vonë marrova liceun artistik, po kisha mundësi me këtë diskutoja. Marroj filmi Toka Jon, bëm martesën, cilën e fillum çdo gjë nga e para. Ishte ko lufte. Çfarë do më përmej, do më falë? Mos ki turp. Ajo do të rri me ju, derisa unë shkoj me pa shkollat e tjera. Kam frikë. Gjithmonë do t'i gjesh një qels rollit. Dhe ajo vjen ndonjëherë edhe pa fjalë. Ajo është një proces i brendshëm që të vjen drejt te ti. Dhe atë du ta japish në portretin tënd. Dhe unë që në kinoprovë, domethënë ndjeja që kisha disa gjëra të përbashkëme. Nadia mirë. Mirë se vjen. Rudina ka gjithandej, po ta marrish. Nuk ishte vetëm e veriut Rudina, me atë dramën e saj, pavarësisht. Edhe po mendoja një ditë tash, se unë e kam shumë vështirë të urrej njerëzit, edhe si u mundoha unë ta justifikoj, domethënë, këtë gjë që e vret, atë agjen e vetdoçinarin. Vjen një moment që ti akumulon dhe të del një shpresë, edhe një moment ty të rrëzon gjitha ëndrat, edhe kjo shpërthen, domethënë, në çmendurinë e saj, se Rudinën veçantin nuk mund ta bëj të them unë, tash e gjykoj me kalimin e viteve. Qenë këti, Rudin? Po, më ka marrë malli me të pa.
Skenat vërteta, me ato fëmijë që kon pritëshin flokët, ti shifshe ato sytë e fëmijëve, mu t'jepshin frymëzim, të fluturoje, ta bëje 100 herë dhe nuk ngopeshe dot, domethënë. Për kollën time. Për familjen. Na. Kujtohet një herë që më zverdhen flokët edhe s'po zverdheshin e me tash i kam plot ngjyra që mund t'i boshe. Unë nga i film kam marrë kënaqësi të madhe, edhe sot. Janë vu shumë emra Rudina. Edhe më kujtohet një herë më nalin rrugë një grua me një fëmijë, edhe më thotë kjo do me ardhë thotë në shkollën e Rudinës. Hapim faqen 20. Verë, nuk është mirë t'i shqetësojmë printet tu. Mlerat, shko ku t'ke shef. Unë nuk jam e detyru me t'njek. Kur mos arsh? Nuk kam dëshirë të një gjaj. A t'i gjash e s'bën? Unë do shkoj, kjo është e prerë. Ti do t'i vish me mua apo jo? Jo. E ke menduar mirë? Po. Të ligjeru në spitalin në Shtara. Ne patëm një shans shumë të madhë që Dimitri na qoj të klinika 2 dhe ne jetëm 1 muaj atje. Unë mësova të lidhë këtë gutët e gjithë si matë instrumenti, bilat e instrumentistën e morem profesioniste, sepse instrumenti duhet peshoj mirë në dorë që mos të gaboj. Jo, i thashun, më duket e vështirë kjo roli, i thashun të bëj. Sa atër 2 kirurge ishin me famë, ishe Rushen Golemi edhe Adelina Mazreko, sepse ishe i profesion meshkujve, do më thënë, i takonte këj profesion. Dhe kështu që, dhe ky mençuria Dimitrit se kapi, do më thënë, një kirurge, për qenë ma efektos në ekran, si tush. Gjini dën me hik. Në asë një mënyrë, nesër do operohet çështje. Po kalove nga dhoma ti, i thuj të vi pak këtu. Të shojmë si është kjo punë. Pam operacione, pam vizitat, pam numërta. I shkova mrapa Rushenit. Kalojmë narkoz. Doktoresha Vera, unë hysha në spital, sa të shleshin me hy. Ta është i hyjet lirshëm. Sa shkoja doktoresha Vera, hyja po të kisha nëj problem, nëj nevoj, nëj këshu. Do në ishe shumë e lezeqme, do në impakti doktoresha Vera. Publiku e ka prit shumë mirë. E kanë pëlqy jashtë mase, kur u qfaq në Rumani, pati njehon shumë të madhe. Kështu që u pasuru repertori, ti zbulove dhe diçka tjetër. Ke një kënaqësi të brëndshme, të jashtëzakonshme, domethënë si artiste. Unë asnjëherë nuk jam kënaq nga vetja ime, gjithmonë kam kërkuar. Gjithmonë jam mundu të dal atje ku nuk më pret publiku, me lojën time, me veçantit. Filmat tanë sigurisht në Kinë pëlqeshin jashtëzakonisht. Po të shkoje ndonjëherë në ambasadë, sa merrshin vesh që unë jam doktoresha Vera, që kam interpretuar në ambasadën kineze, doktoresha Vera, të gjithë mund të ishin, kush e di, personalitete, unë bësha kryefjalat. Jam aq e pikëlluar që rriti puna gjërë këtu. Kur të thash t'i shkova në inspektoriat, unë të gënjeva. Për mu kjo është keq e letë. Më vjen keq për ty. Kuptoj. Tani, vepro ashtu si të këshillon në rgjegje. Hysén Akani, a i ishte improvizues si të mërshëm, e donte aktorin të zgjosht moment. Ka më sëmbon të thellë, s'më lët ngope me frym. Shkojmë në ambulancë atëherë. Si thoni ju? A mund të ndërtoj Fatmiri vetë një qytet? Po ne të gjithë të ndërtojmë do? Atëherë të mendojmë të gjithë se si të ndërtojmë qytet. Gjan Fisën e vlerësoj shumë. Si njeri, si regjizore, si kurajo e madhe, sepse gjithë ishin regjizorë. Kështu që ajo mori për sipër, ishte një punë shumë e rëndë, edhe fizikisht. E dëgjuat fëmijë, dëgjuat? Fatmiri ka menduar një gjë shumë të bukur. Ka menduar të ndërtojmë një qytet. Qyteti më i ri në botë, një film i thjeshtë. Po aq ngjitse, domethënë për fëmijët, plus që hyra në një botë, megjithëse për fatin unë isha nën atko, po hyra në kopsht, eksplorova raportet edukatore të fëmijët, zbulova dhe ca gjëra që s'ishin shumë bukura.
Ato fëmijët janë fantastik. Ato të bëjnë, domethënë, të janë aq të vërtet, lozin vetëm në tyre sa nuk ka ku të shkojnë. Ju thatë se ka pallate, makina, dyqane, po tjetër, çfarë ka, Filmat e Xhanës për fëmijë kanë ngel një oazë bukur dhe unë dishoj se kam qef edhe gratë dhe mund të bëjnë, domethënë. Janë të rralla regjisorët, po ka regjizore, domethënë, që mund të bëjnë, po ajo ishte i Grua Sakrificës, kur lollesh e shifsha që hiqte edhe këpucë gjithë ditën në kam, domethënë, t'jesh kamera, të drejtosh gjithë këto burra. Dhe ajo ka ndihmuar shumë në emancipimin, them unë. Me veprën e saj, me shembullin e saj, siç gjithë artistët ndihmojnë, domethënë, e gruas shqiptare. Nuk mundet një artist mos ketë një filozofi, një mision vetë në jetë. Dokumenti ndodhet në dorë sigurt. Ku e keni? Me siguri e kam haruar në kostumin tjetër. Çfarë kërkoni për me? Të më krijoni mundësinë të jetë në sy dokumentave që ju e kalonin për duar. Ju keni një djalë të vogël, 6 vjeçar si angjëll. Njerëzit e mi do të ndjekin ka pas i Të punosh me shumë regjizor. Gjithë cili ka atë metodën e vet, çelësin e vet. Nga Muharremi ka marrë 2 dhurata, njëherë medalje festivalit edhe njëherë kupën e festivalit. Ky ishte edhe piktor, edhe grafist, aktor, grimjor, dhe kur ma besoj këtë rol të më drejtën më kënaqem. Po edhe më vuri në përgjësi të madhe, domethënë. Këtu del edhe ajo frika e brendshme që kishim ne në përgjësi. Të humi një dokument, domethënë ishte edhe të rrezikohet familja që për mua ishte e shenjtë edhe e kam bërë me shumë përkushtim sa gjatë filmit unë rash në pesh. Kaq shumë isha dhe kur isha në skenat me Kadriun risha kështu e veshe, sy. Në fakt unë kam një çështje për shokun Agim. Ju jeni sekretarja, po? Ai është i zënë, po ma thoni mua. Ashtu mendova edhe unë. Ai ishte një njeri që krijonte një atmosferë të vërtetë në shoqërinë. E dëgjoja me vëmendje, domethënë, edhe thithsha atë keqësinë e tij, atë programin e tij. Më ka dhënë shumë kënaqësi raporti me fëmijën. Mu desh shumë kohë që ta bëja për vete. Ishte i fëmijë inteligjent, racional, dhe është bërë një inxhinier elektronik shumë i zotit ashtu. Arrita ta bëj për vete me prava, duke i treguar. E binte gjyshi vazhdimisht në sheshgjerimit, derisa ai mori fotografinë time dhe e vuri te krevati. Sa prindrit fillun të bëhen xhelos. Dhe unë u lumturova. Jo për gjë, po tash unë kam arrit qëllimin. Po ma, po pse s'ma bleve një? Po biciklet pra? Po kur dalin do ta blej mami? Kur është shfaq ai film edhe ai ka pas. Vazhdimisht në rrugë shoqa Besa, ju keni një fëmijë, ju keni një djalë, më thoshin mrapa, domethënë kur ecësha në rrugë. Edhe më takon më kujtohet një punojse e administratës, edhe më tha kam shku në zyrë me vrap. Se thash, tha, ai kam dokumentat në rregull. Një ditë kur po nxitoja për në shkollë, ndalon një vetur, më foli një zë nga brenda. Afrohem, shoh një njeri të panjohur. Nuk më njihni? Jo, i them. Ishte një nxënësi. Ti sa çamarok ka qenë. Më ka bërë të qaj në mes klasës. Një gjë nuk do të harroj në arsimtarët. Kur nuk do të shkelin personalitetin e fëmijës. Shkelja e personalitetit është fyerja më e rëndë për ta. Kam ardhur për mësojnëtore në Shqipe Dvasha. Një vajzë apo një hanëm kam përpara? Një vajzë, zotëri. Vi nga manastiri. Ti do t'jesh mësojnësja? Po, unë. Do t'a ndihmonja gjuhën time në prag të vdekjes. Gjuha jo nuk po vdes, zotëri. Juaj po zhduke, thanë Zëjushe. Sa e kanë lexu skenar Natasha Lakos. Kam thënë që unë s'para kërkonim rolin e. Ne na epshin kuptimin në afroshin. Tashun ky është roli im, tashun. Për mesazhin, për atë veçanti të jashtëzakonshme, aq
sakrificat të atyre njerëzve për gjuhën shqipe, për atë historitë kësaj gruaje. Çdo rol të kulturon, të bën të zbulosh gjëra të reja, gjithmonë jenë në kërkim. Dhe kjo është bukuria, kjo është magjia, që s'ka çdo art a jep, po unë them për artin tim, domethënë, ka të veçantë. Me këte kam punu gjatë për fat madha, për para skenarin, edhe këte kam fitu me kinoprovë. Po edhe në kinoprovë kam qenë e kam dirë vetën, se e gjenë njeri u vetën, thu po. Kur lexova historinë e këtyre vajzave, motrave Qiriazi, aty del edhe gjithë përpjekja për dituri e gjithë ati brezi, rilindas, që frymëzun dhe prunë formimin e shtetit, faktikisht. U bë një ekspozite madhe në 100 vjetori lidhjes Prizreni. Shohish muzikën e asaj kohe, pikturën e asaj kohe, marrëdhëniet, raportet, nivelin ekonomik të gjitha këto, domethënë, ty të duan kesh një kryerol e një protagonisti, Dafina. Unë u godita nga ato pikturat edhe sidomos në figurat e Rilindas edhe tanë, ajo shëndritja të syri që lidhet me atë diturin, plus që kjo nuk ishe vetëm të unë, ishte të gjithë grupi, të gjithë publiku që gjironin në Korçë, që vinin e në ndishin andej. Kam taku vajzat atyre kohë, dhe me tani ishin të moshuara në atë kohë që i kam taku unë, po kam shku me Natashën që kishin qenë nxënësit atyre, çuditesh ati, çfarë programe mësimore kishin. Sakrifica që kishin bërë gjithë ato mësues, që kishin dhënë pasuritë e tyre për shkollën shqipe. Pa emancipimin e gruas shqiptare, nuk mund të ketë kom shqiptare. Po sa të dëshiruar ishin ato për një kom. Kudo që t'jem, unë do t'a filloj me poezinë e Naimit. Pa shihni që gjuhë e mirë, sa shije ka dhe hije, që bukur dhe e lirë si gjuhë perëndie. Ky ishte motivi gjatë gjithë filmit që më shoqëronte në. Kur thot kjo është Germa, kur i flet Afroditës, si simfoni është. Kjo është shkronja A. A. Dita pare shkollës, që vidin ato fëmijë me një sinqeritet që ndonjëherë të vënë pozitë shumë vështirë, që gjithë secili do binte një objekt dhe e bënin me qejf. Kur iki unë nga shkolla, për shembull, kisha gjithë që vinin këto njerëzit me pas skenën, se shumë kurioz. Filmi ishte ngjarje për çdo qytet, fshat. Ishte pasuri, i binte një gëzim qytetit kur shkoje. Dhe korçart, me thënë drejtën, din ta bëjnë nerin aty ku duhet, domethënë. Mua më kanë trajtu në mënyrën më të shkëlqyer. Më kujtohet kur po iksha që më largon nga shkolla, vinin veshguz gjatë xhirimit, kaq u emocionuan sa fillun ato u përlotën. Apo djegja e shkollës, që ajo mbinte atë me qumësht, edhe kaq u hutua e shkreta, kaq e përjetoi edhe ajo tha, mos u mërzit kaq shumë, tha se partia do ta bëj shkollën më të mirë. Je ngatroj kohët me një fjalë në një kohë. Sa herë bëshin festat e 7 marsit, unë isha e ftuar. Se kam lujt shumë mësuese, po ky ishte, me thënë drejtën, ishte maja. Një lehtësi dokument film për mua. Dhe kënaqësia e madhe është kur ti merr që nga publiku, po e merr edhe nga institucionet. Dhe këtu është kupa e festivalit. Vazhdoj ta ndjer, domethënë, atë kënaqësinë që më jep ai rol dhe ka nevojë njerëzit për të pas një model, për të pas një mesazh. Sigurisht që gjuhët marrin nga njëri tjetri, pa ama ne ajo gjuhë na ka marrë. Ajo gjuhë ka qenë themeli jonë, që nuk na ka zhbërë, domethënë, sepse trysnit kanë qenë të jashtëzakonshme. Se ne aktorët bëhemi edhe një çik kështu sentimental, jemi çik më patriot në këtë drejtim, do ne ruajmë. Unë e kam me fanatizëm. Ti Shqipëri më jep ndesh. Më jep emrin shqiptar. Zemrën ti ma gatove. Plot me dëshirën e zjarr. Kur më komunikuan, ngriva krejt. Drejtorisht drejtorie në ministri. Ku diun, a do ta bëj dot? Nuk e di, po u hutova. Nuk ka për të njohur asnjëri kështu. Që sot ti duhet ndrosh pseudonim. Do të quhesh Dafina. Zona e Veriut është tepër e vështirë. Unë ka punuar një periudhë të gjatë të luftës atje. E njoh mirë atë son. E kam bërë betimin tim përpara flamurit.
dhe ateut. Në çdo rol mundohem të kem një referencë. Unë i kam vëzhguar shumë, kam pas fatin të kem kolegë, artistë mrekullueshëm, po nuk kam imitu kur. Çdo gjë kam dash, kam marrë më të mirën, në tavolina im frashi, s'bënte 2 herë një provë. T'jep mundësia të bësh një provë, provo. Edhe duke provuar t'i gjen edhe atë që duat. Një përkushtim edhe sakrificë, përqëndrim të jashtëzakonshëm. Duhet të zgjosh nëse gjithë ditën ke nejtë, edhe pa ngrënë, edhe pa, duhet të zgjosh momentin e duhur. Për shembull, në Rruga e Lirisë kishim një episod hymnujnë me Liri Lushin. Kemi nejtë gjithë ditën aty. Kishim gjithë ato figurantë, ato u çuditën, që kujtonin se ne vetëm bëjmë qef, ne artistët, domethënë me kështu. Edhe ishte një lumë që Lirin gati e mori. Unë aq e dopte e majta Lirin fort. Tash në film nuk del aq shumë sakrifica, sepse varet tash se çat merr. Se çat fikson kamera. Edhe ky ishte një karakter tjetër, domethënë në një periudhë të caktuar, u përpoqa të bëj më të mirën. O Pjetër! O Pjetër u ka keqi! O zoti kryetari i komunës! E po, merr vesh pra, se e di se më dëgjon. Këto pusht nuk të dalin për mirë. Hiq e pritën, ka çtimet thanë unë. Ani se jam gru. Dhe sot e gjithë ditën më knaqësi. Ai film, ai rol jep dashuri. Kaq nevojë kanë njerëzit për gëzim. Prandaj tham duhet edhe ndonjëherë me mendu se çfarë do publiku. Edhe sot e gjithë ditën shumica, po ta marrish atë film, një fëmijë bëj. Është e lidhshme që ai fëmijë kërkon. Dhe kjo luli bëhet dashuri. Do të thënë gjithë fëmijët e aprovojnë që e du një vëlla ose një motër. Ndije një gëzim të madh kur e merrsh ai vija, më dukesh sikur vërtet po merrsh. Ai ishte fëmijë i vogël. Na u rrit fëmia sepse xhiroheshin, zgjateshin më shumë, jo si sot që për një muaj mbyllet xhirimi sepse është puna e financave. Edhe 2 fëmijë kemi përdor aty, sepse u rrit ai fëmia dhe morën prap një unë që kisha një emocion të jashtëzakonshëm, domethënë. Sepse fëmia mund të ftohet atje në dekor, atë shpejt ujë, shpejt këtë. Gëzuar teta Luli. Kur mi ishte se një kek bash i shkret. I thoshim fëmijëve, shiko, ju do ta merrni, se tash gjithë ditën edhe ato kishin uri. Do ta merrni kekun, po nuk do ta kafshoni. Ndonjë edhe kafshonte. Ishin ca fëmijë që ishin shumë të rregull e ndinin përgjegjësinë e asaj. Pastaj qanë fisja. Për fëmijët ajo, bile eksagjeronte nganjëherë sa ne mërziteshim. Po, një grua e shkëlqyer, me raporte, tolerante, po insistuse në atë që do bënte. Shtëpi si vun flakën. Burrat i morën të gjithë. U tonë të fshati. Duhet i foshnja në barkë të mamës. E zeza atje. Kemi mbetur vetëm gra, me frikë në zëmë, për ju e për fëmijët. Dhe rikone në vend të ndis kandilën se do be kryq. Unë jam nuse bregu dhe kisha sfid këtë punë. Dimitri edhe kishe, po kishe edhe një farë, domethënë që ti je, nuk e di a do të arrish, domethënë nga ana e dialektit, nga ana megjithëse unë e kisha thyrë, se ne kishim bërë kurse për gjuhë. Se në fillim ishte edhe gegnishtja dhe toskrishtja, pastaj u vu gjua në 72-shin gjua e njësuar. Kështu që gjithë artistët duhet të bënë një punë vetjake, domethënë të punonin. Dhe gratë e bregut janë jashtëzakonshme. Gra që kanë një kompleksitet shumë të madh. I nderoj sepse ata kanë vend që kanë emigruar, e kështu edhe ka qenë gruaja ajo, dhe janë të emancipuara, shumë të forta, dhe unë me qenë që kisha dëshirë që ta bëja një rol anej. Më provoj Dimitri, të gjithë tekstin më provoj. Dhe risha gjithë kohën me robat e rolit.
se gjërum në vuno, faktikisht, unë nuk shkoja me grupin, që gjithë se cili Dimitri të bënd të punën e ti, unë punën time. Edhe rria në fshat, që që ajo më nimoj që t'isha më pranë, futesha dhe kur më thoshin, jeto, se ashtu i thonë, po nga të kemi o jeto, njëna thoshe, mos është si Mariote kjo, vish? Po, kështu që ndjeva kënaqësi, rol kompleks, i bukur. Nuk se ikonën, ma jetë mirë. Po bëja një ditë një skenë dhe kur kthehet kjo do t'ishe mbushur një dialog që kisha me... Dhe kjo nuk u knaqë Dimitri. Edhe unë më mërzita. Edhe tha, jo tham, lere tha, nesër. Unë fillova me qa, kuptohet, do më thënë, se mu më duk se e bëra mirë, ngupte. Edhe kulmi ishte se i thot një aty që ishte, tha, po pse kjo e bëri shumë mirë, tha. A i këndërmi e bëm në nesër, pasaj tha, po, tha, kjo është. Edhe një gjë shumë e bukur ato, ku shkon e jep, i qonë bukën atyre qunave. Edhe ajo ishte skenë shumë e bukur e shumë emocionuse. Shtëpin tënë, e shpetoj plaka. Ulmes e dhomës e jadha ullurimes. Më dishti me shtëpi bashku, tha. Duke t'u ardi keqë. Gjyshja e Dimitrit ka qenë grua që thoshte kështu popullore. Për kurbetin, për vdekjet, dhe e kanë libër të folklorit. Dhe na kujtonte ato thënjët e non konja, i thoshin. Kur bënte, tha, ligjëronte non konja, hapshin dritarët dhe gjithë donin dëgjonin, domethënë, se janë gra me dramat mëdha ndaj. Më ngeli mendja që edhe sot e maj mend, domethënë, dhe e majta gjatë gjithë kohës atë si një relike që njeriu në rol do të kapen të një gaç. Dhe thot, kur erdhën, thot që u kthyn, thot, dhe kjo non konja, thot, tha, aty është një mal që quhet Mjergullosh. Edhe thot, hypa në Mjergullosh të maja, veshtroj poshtë dhe me mërvaja. Këtu, me dy fjalë, ti merr parasysh të gjithë gjendjen që u gjet fshati. Është një skenë që të gjithë ikim. Edhe më prun rekvizitieri, më pruri atë që do ngarkoja, si më thanë. Mi po gjithë ditën, unë gati marova, ishe aqe rënd ajo, sa unë s'po e maja dot, pa ngrënd po, edhe unë i thosha, kjo kishe hypsi për Dimitri, i thosha unë bëj pushim, se po vdis që nuk po. Në fund fare, kur e marrëvesh gjithë fshatarët, e kishin lënë bosh dhe e kishin pështjedhë me një qëllim. Mua i rekvizitieri ma kishte mush edhe atë arket, dhe ishte bërë pluma jo. Kush në nisi në mërgi, u bëf të pluhur e hi, mos u kthekte në shtëpi. Po qëtësu, më shpirti, mami, qëtësu. Vajza qanë, njerëzit flasin, ti heshtë. Po e thuaj se unë jam brasës. Vrite mua dhe vajzën dhe rriqet pas falën. Shkoti. Se pati një bum, se e vetëmja kënaqësi ishte filmi që doli. Dhe ishte gjë madhe të hyje figurant film, për një njeri, domethënë. Jo më të interpretoj dhe të kishe një galeri të gjithë rolesh. Nuk dua të t'akuzoj kurse si. Më shkoj mendja se shërinjën masollë ti e desha thjesht të të pyesnja. Çdo rol është pasuri, çdo rol është universitet, është provim. Domethënë, dhe ti është bukuria, prandaj si ai arkeologu që ti zbulon shpirtin njerëzor. E brava unë. Dhe varrosa me duart e mia këtu, nuk të prak, merre kasmen dhe hape ti gropën. Kush mund të shkelni plagët e mia? Kush e ka këtë të drejtë? Tërmojën e to. Ti
Si general, a që dreqje? Një sfid, më të them për artistin, është edhe roli Nicës. E interpretuar nga 4 aktore. Në aktorët më të mirë atë Kosovës, me Lihat Qena më kujtohet. Këtu e kishe lujt Violeta, Feriali, Mimika. Vërtet ato e kishin bërë në teatr, edhe një telefilm që ishte bërë. Kështu që ishte një gur i fortë, domethënë, për artistin, dhe kjo është kënaqësia kur ke sfidë. Unë më mbështeta shumë te Nica Ismailit, edhe te Dimitri, që të vija i sy që vjen te Nica më është dash shumë. Duke parë konkretisht gjithë dramën e gruas shqiptare, gjithë sakrificën e saj, jo vetëm mrena treves tonë, po edhe të Kosovës. Në atë kohë, Kosova kishte fillu, domethënë, dhe ishte një gjë, domethënë, që e kam pas dhe më frymëzonte në sheshin e Xhirimit atje. Edhe rash 8 kg në peshë. Asier gjëndë, kushti ka qëndi surmoj, veta po jotëna. Ti ki burri, ti ki vajza, në moshën më të bukur, domethënë është një gjë e jashtëzakonshme. Kështu që nëse ti arrin ta përqosh me portret, me plastik, me lëvizje, domethënë, ama du ta kesh mbrapa. Kisha një qetësi absolute në Xhirimit, ai është karakter, nuk është se ka gjithkohën, pa ajo me atë moment hyn në kulminacion. Dhe nëse ti një çik të shkasish si aktore, ti mund të bësh qesharake. E kam vërtetu këtë, me modesti mund të them, atë sy, atë të brëndshme, atë intensitet, kur kanë ardhur refugjatët e Kosovës këtu. Se jam marrë goxha me to, me vajzat, me qenë që mu më njifshin, dhe kur shkova një herë që bëra një takim edhe ju duk sikur më gjetën njeriu e tyre, domethënë, ai syri tyri ishte kaq i hapur. Aty gjithë dhimi aty shihesh, e nënës, e gruat, e gjyshes. Pra, unë them që jam e qetë në atë, që kam arritur që ta jap atë dramatizitet, vërtetësi. Kam pas edhe vajzën atje kur kërcen stadium, edhe është kujtimi i bukur. Bitësin me shokët e prishe. Fëmijët i shkatrove. Edhe mua më futet në rolin e spionit. Ti e shpërdorove besimin tim. Si s'terdhi keq për t'jatin e Harprit. Si s'terdhi turp nga unë një herë. Më kujtua ytat, që i ku aqirilu më madhe. Të rrita në mundimet e më dha dhe gëzoj se ja e lidhen fillin e këputur. Unë dinte keq që s'po bënte filma, kam të rejtën. Ishte lumturi për mu që ai i nezi motoret me fjalë për të bërë film. E kam mbështetur se ne zakonisht kur unë kisha film punën time, bënte film ai, diskutojmë, po nuk, si tush, në punën njëri tjetër shkoja unë të rria, të shifsha, të bëja xhirima, ai të vinte, asnjëherë, s'ka bërë vaki. Te ky film unë i kam qenë asistentja absolute e tij, po pa qenë në bloshk, si më thanë, po kam ushqy vazhdimisht në kuptimin e asaj, e kam mbështetur sepse tashti ka tjera raporte, tjera kondita. Sigurisht kisha një rol karakteri, kisha dëshirë të isha pjesë, edhe ai më bëri pjesë sepse rolet e tjera ishin mosha më të reja, më kështu domethënë. Ju roj djali, të lumt goja e zum fillin, ta marrë vesh gjithë bota. Kemi bërë, se jo patmeta në kuptimin që në gjithë të karrierë, jo të gjitha kanë qenë kulminacionet. Pastaj ka filma tjerë që janë maja që kërkojnë si Nica, si Msejtoria, si Plak vjetër, domethënë që përfaqëson një periudhë. Dhe them që këtu duhet parë kjo. Artistin më rëndësinë e vet ka qenë i lirë për të krijuar. Puna është se sa ti e përvetëson karakterin e figurës, sa ti e studion dhe e bjen përpara ekranit, përpara kameras.
libri të pasuron, po edhe të mëson të shpresh, po historitë ndryshme. Me fjalë, është një gjë e pashmangshme për artistin. Unë edhe sot vazhdimisht lexoj poezinë, poezia për shembull për gjuhën, nuk ka autor që s'ka shkruar poezi për gjuhën. Unë kam pas edhe këtë gjë që unë kam parë gjithë ekspozitat, po thuj, pikturë, skulpturë, duke qenë Dimitri edhe kjo, muzikën klasike, moderne, unë i marr punët shumë seriozisht. Edhe 2 fjalë të kem, unë duhet t'ja bëj hizmetin, pastaj sido që dali, po unë nuk duhet lej boshllëqe, domethënë, dhe frymëzim është edhe Dimitri. Është një shans që unë nuk kisha një bashkëshort inxhinier doktor, po e kisha artist. Dhe artist, për mua, me vlerat jashtëzakonshme, shkollë filmi. Kemi marrë dhe kemi dhënë, kemi qenë kritik të rreptë të njëri tjetrit, kemi bashkëvepruar edhe në familje së bashku, domethënë për majtë edhe atë që na takonte ta bënim, njëri shumë sistematik, edhe shumë kurajoz në punën e tij, edhe t'jepte siguritë madhe. Ai nxjerr më të mirën aktorit. Në përgjithësi aktorët kanë dashur gjithë punojnë me Dimitri. Profesori im me modestinë më të madhe më ka frymëzuar, më ka mbështetur, edhe unë e kam mbështet atë. Në fundit detyra gjithë secilit është kjo. Krijuam një familje, një karrierë tonën të suksesshme, edhe falë Zotit duhet të jemi të kënaqur. Më ka bërë edhe dhurat. Ka shkruar një dramë, Nata e trokitjeve në xhamave, e nkas për mua që e vuni edhe në teatr. Dhe unë kam marrë një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe jam befasu, sepse kisha një kohë që isha tepër nuk kisha dalë, edhe duket ai ndjente atë nevojën, sepse artisti edhe nëse s'krijon në skenë, ai do t'i krijojë emocionet. Nuk ri dot, edhe mund t'i sajojë. Kështu unë tash kam punuar më shumë poezinë, sepse ajo është një gjë që mund ta bëj vetë. Do thënë, kam pas angazhime, po nuk mund të them që i ka qenë siç ka qenë kohën. Po çdo gjë e bëj me seriozitet. Kam dhënë në shoqëritë civile, jam marrë me këto fondacione takime me gratë, në gjithë. Ka qenë një pasuri edhe ajo jashtëzakonshme, edhe kur të shohin që të prekin, se kanë pa filmat edhe ato janë të mrekulluar, domethënë, se ne jemi njerëz si gjithë tjerët. Mirë po, je bërë ëndër dhe duhet kesh kujdes. Ke edhe përgjegjësi, nuk mund të bësh çfarë duash. Të mund nëse ti do që të ngelesh në memorien e popullit tënd, në skenë jemi në pjedestal. Ne kështu e kemi. Në film po kështu je ëndra e ti, atëherë ti mund ta zhgënjesh. Dhe shpeshherë unë du të neglizhoj, jo thot Dimitri, ti ke mandat pa kufizum, thotë. Mandati i artistit është i pa kufizuar. Dhe vërtet ashtu është. Ai gjithmonë më shtyn, jo, më thotë mu, ta them unë, domethënë kur të na losh, i them unë, po ndoshta ti je subjektive, më thua atëherë kur Nëse vjen ndonjë gjë e bukur që më takon mua ta bëj, them që do ta bëj. Po ta vëzhgoj, domethënë, dhe them në një kohë kaq të gjatë, njeriu nuk kënaqet kurrë, gjithmonë kërkon të zbuloj, po them që i kam arritur, qoftë në karrierën teatrore, filmike, televizive, qoftë në jetën time personale. Këto ishin 2 shtylla shumë të forta. Satisfaksion ka pas që nga filmi, thash i bën shumë, po edhe nga teatri. Thash kur ti e merr nga publiku, kur ti e merr nga me vonesë, ndoshta jo aq, po nga institucionet, është kënaqësi. E mira s'ka fund. Mos mund të them që kam bërë, unë jam përpjekur me punën time, me përkushtimin, me talentin tim, me pamjen, me gjitha që më kisha dhënë Zoti, me mbështetjen e njerëzve, me familjen time, të mrekullueshme që më kanë frymëzuar dhe fëmijët e mi, kanë bërë edhe ato pjesën e sakrificës tyre. Edhe unë i falem popullit tim, ne kemi aq shumë histori, prandaj them unë edhe tashti, kemi aq ngjarje, aq karaktere, sa du më të mirën të shoh te filmi shqiptar, me thënë drejtën, me gjithë shpirt. Ne bëm sa bëm, për kohën tonë, dhamat e pjesën tonë, tash i takon tjerëve që të japi, kemi nevojë për dashuri.
atë dashuri që i dha aq shumë Nën Tereza, sepse i dha gjithë botës, pa ndryshim fe, krahine, ide, ajo i njerëz të jashtëzakonshëm që nuk vinë 2 herë. Nën Tereza kuptohet, më frymëzon, mas që e njofta atë figurë dhe e kam thënë lutjet e saj me 100 herë dhe ajo thot dashuria. E gjitha krijohet vetëm me dashuri. Një vepër artistike krijohet me dashuri, një familje krijohet me dashuri, një spektakël krijohet me dashuri, një komunikim mes nesh krijohet me respekt njëri tjetrit, edhe prap kanë thelb dashurinë. Dhe sikur gjithë secili t'japim pak, ne jemi popull i pasur, me energji, me talente të jashtëzakonshme, mund bëjmë shumë, edhe ka nevojë të jepet më artit më përparësi. Kanë nevojë njerëzit për ushqim shpirtëror. Nëse ti thot në kohën e dur, nuk e mu shpirtin me gjërat që duhet, ose me besimin te Zoti, ose me atëherë do ta mushish me diçka tjetër. Që do të jetë një gjë që s'është e mirë. Kjo është misioni i artit dhe arti është i pazemërtueshëm. E pash që ishte në shtëpi me një djalë. Unë gjithmonë gëzohet kur martohen vajza. Gabimi në rastin e Gjelinës është fatal. Të bleva për ty, roba banje. Po të më shmëndja vishi dhe dil. Po shikoj jetën ashtu si që është dhe jo ashtu si që mendon ti. Ku je? Këtu jam. Shpejti do shlirohet. Ai do të vi. Jam sonës. Si që ke qenë? Djemë ca e lodhër. Kishim një mlarje gjatë sot mas ditë. Ti me i dhanë pjumë. Pa i ty t'ka vrapat që rumër i shkret.